Mirdita ka Horar Breshve nga Mario Kalivat rëndit pata mundësin e gëzimin të shihja të klisha Shënmitrit Papajanin, i cili më foli për javën e madhe e si sot e rojin Arbresht. Foli për vajtimet, për ditë e dëndrit, për këngën e djemvet. Papajani kitoj shurbise që buneshin më par e që sot harruam. Për shembull, më rëfjeti se të kejnti e madhe, gjindet ve lagin Skamandilin, të vajgjiri i plod me uj ku pak më par viskuve kishilajtur këmbët priftravet. Por nani, gjejnje ju Papajanin, u të zënfiri bujnë vetëm një pjejt. Papaja, çështjave madhe për një Arbresh. Një pyetje dhe ka do të më dha, përqë kitish një shurbes veramente importante, i rëndë. Ka sa qërë shtrej që e ndejim më pak. Di që se shumë herë e ndejin më shumë ata që rrinë jashta, për që kujtojnë kur ishin fëmijë, se jo ata që janë tutë hora. Arbreshi ka ca momente që janë shkruar, se ka i seguirin, ka jenë të klisha, për që janë ca momente të ku ata impresionaren, komoviren, mund komoviren in maniera positiva, cioè in moment të gëzimi, mund komoviren in maniera negativa, moment të dhuguri. Esta momente janë Lazari, Moghida, që e dirja të pahmjeve, përqë një moment dhe gjoja, që visku që hipet kaluar me Shtëmandias, Colorado, ure viola o azzurro, që hipet të që ka dhjur me gjithë të pahmje të zotrave që tunden e që bujën të përqisioni. Para të rritit atë javës, më vjen quasi mos njëre, ma janë 3 momente të bukur, përqë janë momente që prepararemi proprio të aty që apasionit të të nëzotë, vere proprio. Thresim 3 ditë të dhëndëret, të ku però dhëndëre në ka një kuror, di alloro, di melule, ma i ka me glëmba, përqë gjaja me prepararemi të veme për atë që i nëzot pram shkoj. Pram kemi funksionën të kejndi e madhe, për Arbreshin moment di klu, kur monsignori i lanë këmbët zotrave, o i lanë këmbët gjindes që vijin të mesha, ki shurbes interesar shumë. Ish një zot, Papa Sepa Musacchia, që rroj të gjimsa del 1800 e vdikë të 1910, ku a i shkruajti ca libre, të një liber vuj una nota, proprio që shkruajti mi të Indien e madhe. Se si sosi, të larit të këmbëve, të priftrave, gjindja mirrin Skamandilet dhe ne i lagjen për që si ujtë të bekuam. Vrej devocione e madhe që isha hirë. Jo. Me shohën si uno spettacolo, jo si një moment të ku inzot, jipet gjindes, jipet ai discepolo, cioè il servizio, ai shërbëtori të gjithve, e na ka bujëm paraq. Pra mbrëmvet ku kemi që zgledhim gjithë vangjeje dhe apasione, shurbesim i bukur për gjinde në të furriare otare të klishtë, pra më vinemojën si ritinën të shumetri, për që si sos funksiona që zgledhen 12 vangjeje që nduris në 3 ore gjimsë, buhet një përqision më terët të gjithë klisha me Krishtin vungërit. Quindi me krikjen të ku Zoti, visku e o Zoti, furjar brenda klishës, tundu, krisha plot, më terët, e këndonet vire sot mi një dru. Që kitë buhaj të gjimë se funzionën, ma si komu gjindja vijen all'ultimo, allora me kirojnë kles pustartur all'ultimo. L'indomani, të ke prymtja me nambet, nxjerim të nxon ka krikja, ndjejtur shumë për që vijen, shumë gjinde, që shohën kurin Zot. Kle, ka artur ka krikja, ma buhet mi dhe ma përqisiona brënda klishës të ku qihet i nëzot vdekur. Quindi e nëzorën ka krikja, në një ka me nevun të varë. E shurbesim mi dhe me i bukur viskuj, me zotrat, zëmfik e shtjen gjithi profumi, gjindja më para, në një vjen quasi me mos njeri, gjindja më para bijën i profumi, i vujëm ati, e në mblojëm ata që ishin dhe ampolle dhe metallo të shtjen i profumi. E bijën mi dhe ma lullet, për që si pra me vum të varë, e mblojëm me lullet, e pështirojëm. E anke në ne, gjindja ngëndu të bjen më, e që më dishpërtjen shumë, për që vjen murare, atë që të shenjë men, se këto shurbise i ndjejnë më pak gjindja. Kër janë më shumë ata që rrinë jashtë apo shumburtet, të vijin këtu, të pëpash të rrojnë për ta momente shtu të bukur, si ata që i rrinë. Mrëmvet në momentit të vajtimeve të fresim në. Zotë gjatë të varre, e po meta, marrim profumet, marrim lullet, e zotrat zëfikeshtien profume, si atë varre, se mi dhemat të gjithë gjindja, furriarjen klishën të eshtur profume,
për që ka jemi gjithë profumati me profumu të tinzot. E këndonen vajtimet që kujtojnë Jacopone da Todi, një dei primi poeti, famoso per lo Stabat Mater. Su quello stile len, anzi probabilmente më ndjet se ta këndime shtu medievali, antikë, të kanë influencartur anche il mondo occidentale. O paravere tëmbël, fjalë që një mëmë i thot të birit vdekull, o dolce primavera, ku të vate bukuria, fjalë që po një mëmë më ndja thot të birit. Si sosim ta vajtimet pram del përqisiona, e bujim gjithë khorën. Pronti? Aspetta, insomma. Pra jetra karakteristika jonë se si arrim të qasa që përgjithësione ishte midhet për të shumetri, shumëria që ka i vatur prapa, qëndronë, si qëndronë me dhe ma varri, vuhen zotrat e gjindja që do këndojnë vajtimet, e zëm pometa vajtimet. E fina që jarrëhet tu të shumetri, konë më shumë se gjimsore për që buhet, kjo përqision buhet propju lendu, qëndroj, vajtojmë të nëzonë. Para se sa të khirën varri vuhet të dera, e gjindja pramë shkojnë për poshtë, për që la simbologia se si vdikin zote kanë gjahet, shtumi dhe mana ka vdesim, quindi ka shkojmë të varrin, në varrit, e pram ka dajmë dhe atjet të njahëm e mi dhe mana, gjithë una preparacioni për pashtë. Pram të keshtunja, me namve kemi para lajmërimit të pashkëve, për që atje zëmfihe këndojmë parët këndime të pashkëve. Antikamente ishte una veglia enorme, që nduris shumë, për që zglidheshin shumë letture dell'Antico Testamento. Tani ne ritugishtim, më para ishin na 15, na 20 letture. Quindi ish gjithë që gjegje, që meditar, gjithë queste letture që prefigurarjen të ngjahurit të tinzote. Tani i ritugishtim i këndim grazios që marrë dal libro di Daniele, që këndimi dhe i cosiddetti tre djem. Marrim tre fumij, i veshjim, vuhen për para l'ikonostasi, e këndojmë bekonit të nëzonë që një shurbes di gjoja. Për që shtatë djemë klënhitur të furri me Danielin, se kiti digjin in Babilonia, e nëzot inveci i kjeri ujët quajti zjarën e shtatë të Haristizin, se gjeretire kële salva, shpëtuar, këndojnë këndim lëvdije nei konfrontit të nëzot. Pram, si zgledhjen pistullën, si sos të zgledhjen pistullën, puj me zotrat, dajën jashta kaotari, me to kanistra plot me degë e flet dhafni e rozmarine, tim rozmarinin, dhafnën, që një shengë mundje, për që i nëzot mundi morti. Ne i lurijëm, i nëzot, i ancora të ladet, që je flë, ancora atje që flë, ngreo i madhi nëzot, nga pushimi jitë, dal tuo riposo. Kjo la frase, il ritornello, që bujëm na kur shtjem dhafnën. Pram vijnë parzimet, përqë në l'antikità, ma anche sot, la vigilia të pashëve, mbrëmëve, buhen parzimet. Pram, sos kjo funksion, e shihemi direttamente te notata. Ku pometa më terët, visku faqar di kautari me trikirin, cioè me një kanduher me 3 kirinje, qelur, e gjithë gjindja marrin kirinjet e veneceljen drit. Ka i minut me të trikir ishtin zot që drita, e gjithë gjindja vene marrin dritën nga drita, bun një këndi. Dritën nga drita. Dilet jashtë me vuhemi të dera të klishës, mbojmë, e atje, zëmfih atë që la celebrazione vera e propria të njahjes të tinzote. Të ku dera të klishës ju bu dera dhe lade, të pisës. Visku i që të pojar të dera ti thot, ti që je mortja, buj të hinja e që regji i lëvdis, il re dhe la gloria. E pram, dopo 3 herë që i të pojar, e gjithë zbujnë e dera zgarramen, qilen gjithë drit, e zëhet gjithë il kanone, thrit edhe il kanone që uninologia të pashkëve. E pram, kontinuarim me meshin. L'indomani buhet pram mesha pontificali me viskuin, e ku anki gratë vijnë veshur për që një festë, një gëzim i madhë. Mos harrojmë se pashk, festa me e madhe të krishterë, dhe i kristianë. Ajo me e madhe in assoluto. Gjithë vishemi di gjoja në ruaj, gratë veshurin kostumi, buhet mesha, to gratë që hipen për qasën gjithë veshurin kostumi, come segno di gioia, në vetëm të ftonen. Kristus Anesti? Një këndim di vittoria. Ka un ritmu certë herë, kur ne këndojmë di marqa, na kemi në katë motivit të krishtinja. E janë të katë, kënduar, propju s'kurse ishte un esercitu që ishte marqar, se mundi guerën. Përqë
in Zot mundi morti. Chi shurbes del Hristos Anesti me dhe ma caratteristico të krishterët gjithu periodu të Pashkëve, që dopo fino alla vigilia dell'ascensione, quindi per 40 giorni, per 10 dit, kur falen Krishti unë gjah, vërteta unë gjah. Perché proprio sempre gioia avete chi shurbes. Pram shurbes e graziusi mi dhe ma se veronen vet. Që la simbologia proprio della resurrezione. Te Lazari jipen vet. Pram për pash zien e për pash ki ha. La funzione të Lazarit è una funzione cristiana te ku ata gjinde që ngë mund permettiren të hanë të bujën un pranzo me vjersh për pasht, ti që e me i kjosmë, ti që e shkon më mirë, jipi almenu vetë, sa ata të festegjarin pasht. Në një të horave me ashtu, strat për strat nga khijim më të shpejt. Ma më para qishin grupet të i pak gjinde, tu fatë vegji 10 gjinde, shtu. Vejnë më dërë khijim të shpejt, të kata që e shkojnë më mirë. Kush i jipi? Vetë më ndi jipi në sa vajhë, veç një skaj vaj më ndi jipi në sa bukëm, më ndi jipi në sa udhos. Ma te kirin brënda, sa të shkojnë pash të mira. E in Oriente, një shurbes që na zborëm, se te klisht gratë, bien kanistrën me gjithë të ngrëna, e Zoti te dite e pashve të bekon gjithë të kanistra. Që pramve ne kanë brënda, quindi mi dhe martove të nkukurirme. O të kuqe, o janë ata që i bujin mi dhe ma disinje, pari shurbesi pakja. Përqë janë shumë orientali si na, që kanë celebrarjen parash si ne, in Siria, in Libano, in Palestina, in Giordania, in Iraq, in Iran. Na jam e gëzonen, ma unë e di në ata të ki minuti janë e gëzonen. E për pash ka gëzonen, përqë me di që këndojë në Hristos Anesti ka pa që ti arrin në bu. Të që deja u, se te jave e madhe, te sosin të bombardarin, te sosin të vrasin gjinde. Njahemi gjithë, njahemi me Krisht, mërmërëma.